Kanë kaluar 6 vite nga ai moment dramatik, kur Shqipëria u trondit nga tërmeti shkatrimtar i 26 nëntorit 2019, krahas tragjedisë me humbjen e 51 jetëve. Dëmet materiale ishin të pallogaritshme, duke lënë shumë familje në mes të 4 rrugëve. Por pavarësisht se ka kaluar një kohë kaq e gjatë, procesi i rindërtimit vazhdon me hapat e breshkës dhe shumë qytetarë ende trokasin dyrëve të institucioneve për të përfituar shtëpitë që humbën. I tillë është edhe rasti i familjes Marku nga Kurbini, me historinë së cilës jemi njohur më shumë se një vit më parë. Me datën 26 qershor të vitit 2024, Këshilli Bashkia Kurbin është mbledhur dhe ka votuar një listë me banore që do përfitonin prona. Në këtë listë, familja ime nuk ishte përfituesi i pronës. Por këtë ju drejtuam bashkisë me letër zyrtare për të marrë informacion, sepse ne nuk e përfitojmë këtë pronë. Dhe përgjigjja që bashkia na kthen e përmbledhur është sepse ju nuk e përfitoni pronën për shkak se ju keni një pronë dytë që është pjesë e pasurisë familjes tuaj. Në muajin korrik të 2021-shit, ne morëm një pronë që na u dhurua, që është në një bashki tjetër. Ku ndodhet? Në bashkinë Kruj. Kjo ka ndodhur më 19 korrik 2021, kur familja e Zef Markut, babai të Julvinit, përfitoi me kontratë dhurimi nga një i afërm i tyre, një ndërtesë në fshatin Gramës, rreth 20 kilometra nga qyteti i Laçit, dhe ishte pikërisht ky veprim që i penalizoi duke ju hequr të drejtën për të përfituar pronën që kishin në Kurbin, për të cilën disponojnë edhe certifikatën e pronësisë që nga viti 2011. Në asnjë nën të VKM-ve që kanë dalë mbas vitit 2019, ku përcaktojnë kriteret se si dhe kush përfiton nga programi i rindërtimit, nuk është e cilësuar që nëse ti mbas nëntorit të 2019 kur ka rënë tërmeti, vazhdon jeton dhe zhvillohesh duke përfituar banesat të tjera, nuk ke drejt që të përfitojsh nga aplikimi për fondet e rindërtimit. Por marrja një prone të dytë pas tërmetit nuk është arsyeja e vetme që Bashkia e Kurbinit i përjashton nga programi i rindërtimit. Sipas një dokumenti të fundit, institucioni në fjalë thotë se dosja e Zef Markut u pezullua për arsye se komisioni posaçëm e pa të nevojshme të verifikonte vendbanimin e kësaj familjeje dhe pas verifikimit rezultoi që ata të kenë qenë banor të njësisë administrative Thuman, Bashkia Kruj, si në kohën e rënies së tërmetit, ashtu edhe në momentin e aplikimit e deri më datë 24 tetor 2022. Ne si komision ashtu e kemi interpretuar, bazuar në ligj në aktin normativ numër 9. Interpretimet e ligjit nuk mund të bëhen sipas interesave ndoshta të vetë institucionit. Ajo nuk qëndron. Ligji është ashtu siç është. Atë nuk mund drejtohesh në atë formë sepse nuk qëndron ajo që thua ti. Komisioni posaçëm merr informacion nga hipoteka. Hipoteka thotë që ky zotëria ka një pronë në njësinë administrative të Thumanës, Po? Dhe jeton aty qysh nga viti 2010. Po, që kjo nuk ka rëndësi fare. Tash nuk e vendos ti apo ka rëndësi apo. Po nuk ka rëndësi sepse nuk parashikohet fare në aktin normativ sepse administrativ. Po si ke gabim më zoj. Ka një akt normativ me 2 banesa, zotëria nuk i merr dot të dyja. Pallati që është dëmtuar nga tërmeti, ku ka pasur shtëpinë zotëria, ku ka qenë në Thuman apo këtu në Kurbin në Laç? Zotëria është banore e Thumanës dhe ka një shtëpi aty. Nuk ka rëndësi fare ku e ka ai gjendjen civile të regjistruar më zotëri. Po e ke lexuar këtë? Ma trego ku është në aktin normativ. Nuk parashikohet akti normativ. Po. Vetëm për banesën që në datën e fatkeqësisë natyrore përdori si vend banimi. Këtu bëhet fjalë në rast se të gjitha banesat në pronësi ose në posedim janë dëmtuar nga fatkeqësia natyrore, individi ose familja përfiton sipas parashikimeve të këtij akti vetëm për banesën që në datën e fatkeqësisë natyrore përdori si vend banimi i zakonshëm. Këtu bëhet fjalë në rast se të gjitha banesat janë dëmtuar. Zotëria në ditën kur ka rënë tërmeti ka pasur vetëm shtëpinë në Laç, nuk ka pasur asnjë shtëpi tjetër. Ka jetuar më zoj. O zotri, pse kapeni në gjëra që këtu nuk janë të shkruara? Unë bëj interpretimin me komision ashtu si. Po nuk është akti normativ ku mbështeten institucionet për të bërë gjykimin e ka të shkruar qartë se familjet përfitojnë në bazë të banesave që kanë pasur në pronësi në ditën e fatkeqësisë natyrore dhe jo në bazë të gjendjes civile. Dhe kur menduam se gjithë kjo bisedë nuk po dilte në asnjë përfundim konkret, punonjësit e bashkisë na konfirmuan se dosja e familjes Marku është pezulluar dhe se do të ketë një rishqyrtim. Këtu ndryshon pak sa loja. Banesa që ka pasur Zef Markut nuk është skualifikuar. Po vendini tënde është pezulluar për këtë interpretimin pra. Zotris njëri thoni është pezulluar, njëri thoni jo skualifikuar. Është pezulluar për shkak se ai është i strehuar për momentin. Po? Dhe derisa ta sqarojmë dosjen tërësisht në themel. Dosja do të rishikohet prapë. Por qëllimi i ligjit është strehimi dhe ne kemi prioritet këta që kanë dokumentacionin në rregull dhe po merremi me dosje tjera.
Nga kjo bisedë me punonjësit e Bashkisë së Kurbinit ka kaluar më shumë se një vit, Por me gjithë premtimet, për familjen Marku asgjë nuk ka ndryshuar. Ata nuk disponojnë asnjë vendim për rastin e tyre. Nga momenti kur ne kemi nisur komunikimet zyrtare me Bashkinë Kurbin, deri në sot po bën afërsisht 3 vite. Përgjigjja që ata na kthejnë është se çështja përshqyrtohet dhe do njoftohemi. Por realisht mendoj që një periudhë 3 vjeçare është më se mjaftueshme për të pasur një vendimmarrje për rastin. rishqyrtimi është vetëm për çështjen që ata nuk arrin të zgjidhin interpretimin për aktin normativ apo jo? Sakt, Bashkia Kurbin në përgjigje që na ka kthyer, na ka shënuar që ka pasur tentativa për konsulencë edhe me Ministrinë e Infrastrukturës, për shkak se çështja sipas Bashkisë Kurbin është komplekse dhe ata kërkojnë një interpretim nga institucione më të larta në lidhje me rastin. Drejtoria e rindërtimit pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, më datë 22 janar 2025, i ka kthyer përgjigje bashkisë se çështja duhet të trajtohet brenda kompetencës së tyre ligjore. Kjo do të thotë se Bashkia e Kurbinit do të duhet ta interpretonte vetë ligjin dhe më pas të merrte vendimin për rastin. Ka pasur atë konsultime me Ministrinë e Drejtësisë, lidhje me interpretimin e VKM-s nxjerr nga qeveria në lidhje me përfituesit për rindërtimin, ku edhe Ministria e Drejtësisë ka kthyer një të përgjigje që është kompetencë e institucionit Bashkisë Kurbin për dalë me një vendimmarrje në lidhje me çështjen e pronës familjes sime. Ministria e Infrastrukturës po, Ministria e Drejtësisë po, Bashkia Kurbin jo. Asnjëra nga dy ministrit nuk e ka bindur për të dhënë një vendim përfundimtar, duke e lënë këtë familje as në qiell e as në tokë. Arsyeja realisht pse në një farë mënyrë insistoj që të kem një vendimmarrje, është për shkak se mund zgjatet shumë kohë dhe mund vinë një periudhë që për shkak të ezaurimit të afateve mund ta humb fare si pronë. Por realisht, duke nisur edhe nga vlera e pronës, po në një farë mënyrë edhe nga pjesa emocionale e pronës, sepse është banesa ku unë jam rritur, të familja ime ka jetuar, kam gjithë vullnetin e botës që mos të tërhiqem nga kjo gjë. Pavarësisht këtyre notave pesimiste, provojmë edhe një herë të marrim kontakt me bashkinë, me shpresën se kësaj here do të gjendet rruga e zgjidhjes së problemit. Që nga tetori 2024-s që ne kemi qenë prezent në bashki dhe deri më sot, familja e zotit Zef Marku nuk ka ende asnjë vendim në dorë nga ana juaj. A mund ta dim çfarë ka ndodhur gjatë kësaj kohe? Raste të tilla si rasti i zotit Zef Marku na kanë gjetur përpara vështirësive për interpretim ligjor shtërues, pasi ky rast nuk është i parashikuar në aktet ligjore dhe në ligjore të dala për pasojat e tërmetjet. Ne e kemi pezulluar dosjen e zotit Zef Marku, nuk kemi një vendim përfundimtar deri në interpretimin ligjor të saktë dhe shtërues për këtë rast. Po sikur të zgjas në pafundësi ky interpretimi ligjor i saktë dhe shtërues? Jo, interpretimi sigurisht nuk mund të zgjas deri në pafundësi. Familjet e pallateve parafabrikat, ku ndodhet dhe banesa e zotit Zef Marku, nuk janë strehuar ende. Deri në momentin e hedhjes së shortjet për përfituesit e këtyre pallateve, sigurisht do të ketë një vendim edhe për zotin Zef Marku, gjithashtu edhe për dosjet e tjera problematike. Pra, në 3 vite që familja Marku kërkon vendimin, bashkia e ka pasur të vështirë të dalë një konkluzion përfundimtar. Ama në pak muaj që ju kanë mbetur në dispozicion për të finalizuar situatën, gjithçka do të bëhet më lehtë? Shkurt dhe qartë, këtu kemi të bëjmë vetëm me zvarritje të procesit, siç ndodhi rëndom në zyrat e shtetit. Por nuk mbyllet këtu, sepse punonjësit e bashkisë ka një tjetër justifikim përse vendimi ka munguar në gjithë këto kohë. një vit keni këtë shkresë që ka ardhur e para nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, edhe ua ka thënë e keni ju si detyrë ta Po zgjidhni. pra, dhe unë nuk jam i bindur që të marrë një vendim definitiv. Po kur dhe merr më zotri, ka 3 vite ai që ç'është shkresa, s'është shkresa, si normale tani. Ligjor, për të dhënë një interpretim është ai që ka bërë ligjin, jo ai që e zbaton. Ua ka kthyer përgjigjen. Ju pëlqen si ju pëlqen juve, është çështje tjetër ajo. Por ua ka dhënë përgjigjen. Tani ta ka lënë topin ty. A ta ka lënë ty topin? Po pra zgjidhe tani. Jo më zonja ti. Ose zgjidheni ju me ata. Mirë, shkoj te Ministri i Infrastrukturës dhe kërkoj një interpretim asaj, edhe ne jemi në rregull, shkoj prokurorin nesër. Marr një vendim që të More zotri, ministria ju ka thënë e keni ju detyrë. Nesër mbledh një kontroll, do të ke bërë veprim ke kundërshtim ligjit. Nga një institucion tek tjetri, një ping-pong që bie mbi kurrizin e qytetarit, i cili e shes zgjidhjen gjithnjë më larg. Gjithsesi, e rëndësishme është të kuptojmë se kur do të realizohet shorti për banesat, në mënyrë që të jepet edhe vendimi për familjen e Zef Markut. Pallati ka përfunduar, punimet kanë përfunduar, jemi në procesin e shqyrtimit të planimetrive të objekteve, për arsye se zyra e urbanistikës normalisht që bën një verifikim të dosjeve teknike dhe të planimetrive për caktimin e datës së shortit. Dhe brenda muajit shkurt do caktohet data e hedhjes së shortit në bazë të planimetrive dhe në bazë të përfituesve
kushtetuesve që kanë sjell Komisioni i Rindërtimit. Mirë po fatkeqësisht, me gjithë përpjekjet disa vjeçare të familjes Marku, por edhe të tonat, përgjigja nga Bashkia e Kurbinit është tërësisht e kundërt me atë që prisnim. Më datë 6 mars 2026, Komisioni i posaçëm ka përpiluar një raport për shqyrtimin e dosjes së zotit Zef Marku dhe ka vendosur ta skualifikojë nga programi i procesit të rindërtimit. Ndër të tjera, në këtë vendim shkruhet se ky program ka si prioritet strehimin e familjeve që kanë mbetur të pastreha dhe zoti Zef Marku, duke mos pasur këtë status, nuk mund të shpallet përfitues. Ky është një kërç ligjor që i ka mohuar familjes Marku të drejtën për të përfituar një banesë të re, pas shkatrimit të shtëpisë së vjetër nga tërmeti. Ndaj, rruga e vetme për ta mbetet i drejtohen dyerve të gjykatës. Absolutisht i drejtojmë gjykatës, sepse në interpretimin tim dhe të avokatit nuk është në asnjë rresht shkruar që nëse ti merr një pronë në moment të dytë, automatikisht shumë drejtën për përfitimin e pronës së parë. Ndoshta kam gabim se perceptim, por nëse unë realisht nuk e mezoj të mbroj pronën time ligjore, për cilën kam një certifikat pronësie, mendoj që s'jam javë të bëj asnjë gjë në jetë.